tema radhës nga libri Mbroja e Muslimanit është tema 126, lutja ose duaja kur trembemi nga diçka. Kur friksohemi, kur na trishton diçka, kur na tut diçka, cila dua ose çfarë duaje ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Autori ka sjell shahadetin, kelimetut tauhidin, fjalën e tauhidit, njohurinë e Allahut, domthon la ilaha illa Allah. Momentin kur trishtohemi prej ndonjë rasti. Kjo formë domthon e trishtimit ka mundësi me qenë gjatë ditës, domthon tutesh diçka ndodh në sen e jashtëzakonshme, ose ka mundësi me qenë edhe në gjumë. Nëse ndodh dikush nganjëherë për shkak ondrave të këqija, për shkak sulmeve që mund më ndodh në gjumë prej shejtanit, mu friksu edhe mi dal gjumi. Nëse del gjumi e thot këtë dua, domthon shahadetin, edhe domthon ban edhe me thonë edhe pjesë nga Kurani. Që është transmetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nganjëherë kur u zgjuh pe gjumit i ka thonë disa pjesë të Kuranit i ka kënu. Njëra prej tyre është në fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab deri në fund të ajetit domthon të surës Ali Imran. Këtë pjesë domthon la ilaha illallah tauhidin, fjalën e tauhidit e ka nxjerr ky autori Allahu më shërof prej hadithit që pejgamberi sa një herë zgjuh prej natën i friksuar, i trishtuar, që e tregon gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha, dhe ka thon pejgamberi sa wa la ilaha illa Allah, wailun lil arab min sharrin qad iqtarab. Hadithi është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Ka thon la ilaha illa Allah, mirë për arabt për sherrin që është afru. Mirë për arabt për sherrin që është afru. Në atë kohë vetëm arabt kanë qenë musliman, kohën e pejgamberit sa. Për këtë arsye ka përmend domthon si lloj friksimi që ka mundësi mi ndodh arabëve dhe për çfarë sherri? A din dikush hadithin? Për sherrin e rrezikut të daljes së Yexhuxhve dhe Mexhuxhve. Thot ato sot e kanë marrë çikaç pjesë prej tokës dhe ka rrezik që dalin. Domthonë në atë kohë pejgamberi sa më shpriksu që kanë me dal Yexhuxht dhe Mexhuxht, që janë peshëve të mëdha të Kiametit. Dy popoj që jetojnë dikon nën tokë, që na nuk e dim ku në çfarë veni, e që ata vazhdimisht përgatiten për me dal, edhe kur dalin bojnë çrregullime në tokë. Vrasje, mbytje, domthonë janë popull i madh, që ka thonë për hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe bojnë gjakderdhje në tokë. E pejgamberi ka paralajmëruar shokët e tij që ka me ardhë Yexhuxht dhe Mexhuxht, që ka paralajmëruar edhe për Dejjalin. Në vazhdimin e hadithit, pas ka qenë Ummu Salama, jo Aisha, Ummu Salama radhiyallahu anha, i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e nin këtë friksim edhe këto fjalë, i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuhlaku wa fina salihun, o i dërguari i Zotit, ka mundësi mu shkatërru, kurse në mesin e tonë ka njerëz të mirë, ka njerëz të hajrit. Ka thonë naam idha kathura al-khabath. Ka thonë po, nëse e keqja është më e madhe se e mira. E që kjo fjallë e khabath, arabisht është diçka e keqe, e pist, e fleqt. Dietarët kanë thonë, disa për dietarëve kanë thonë është për qëllim në mënyrë të veçantë zinaja, amoraliteti. Për arsye se kjo nëse shpërndahet me një popull, dënimi i Allahut është afër. Kurse Imam Nevavi dhe disa dietarë tjerë thonë që është për qëllim gjitha mëkatet e mëdha që ja mujnë mëkate, që ja mujnë punëve të mira. Domthonë me një popull kur të përshkruhet për shkak mëkateve që janë më shumë, përshkruhet sikur që e kanë shur rrugën e Zotit. Kurse nëse ka mëkate, po ka pak dhe nuk janë shumë dukshme, punët e mira janë më shumë, atëherë kjo është një garanci që Allahu do ta ruan këtë popull. Andaj edhe pejgamberi sa më ka përdor tauhidin, fjalën e tauhidit për arsye se nuk ka fjalë më të madhe sipërfaqen e tokës se sa njëshmëria ndaj Allahut azza wa jall. Çdo gjë që të lidh me Zotin është realiteti absolut. Janë faktet e absolute, se të lidh me Allahun, të lidh me absolutin. E tauhidi është njëra prej fjalëve më të mëdha që Allahu azza wa jall e ka zbrit në librin e tij dhe e ka obliguar muslimanët me thonë. Për këtë arsye pa tauhid, pa njëshmëri, njëri nuk bëhet musliman edhe ku më di çka më bëj. Domthonë nëse dikush nuk e thot shahadetin,
që i thuash atë thotë jo s'po du me thonë. S'po kam çfarë me thonë. Çka dojnë le të bojnë. Pe punëve të mira, asnjë si pranohet. Veç që nuk ka pranuar me thonë çelsin e Islamit. E tauhidin me pas kuptu musliman që shdohet, shahadetin me pas kuptu musliman që shdohet, gjitha punë tjera kishim me qenë rregull. Shahadetin na se hala çelsin nuk e kena kuptu mirë. La ilaha illallah ka mohim edhe ka pohim. Ka mohim të çdo zoti tjetër, të çdo hynije tjetër, të çdo lidhje tjetër të njeriut përveç se me Allahun. Dhe kjo është pohimi. Dhe mohon çdo gjë me hin zemrën tonë. Çdo gjë, çdo lidhje, çdo hyni, çdo bindje, çdo besnitni, pastaj çka pohon? Pohon vetëm Allahun azza wa jall. Dhe këtë vend e ka vetëm Zoti. Sa për muslimanëve e kuptojnë kështu shahadetin? Zemrat e muslimanëve kanë veç Zotin mrena, kanë diçka tjetër. Shumica e muslimanëve, momentin që nuk i bën punë, ai dua, ai diçka, kthehet rrugëve tjera tani. Thotë jo se ishni çatuni po fallxhora, është ai s'ban, thotë hajt se për ilaç ban. Domthon zemrën e tij nuk e ka të mbështetur tamam çdo te Allahu azza wa jall. Tani gjon rrugte haram par do rrugë që e gjon, edhe vetëm me arrit më këshir me arrit atë ku do ne me arrit. Po këtë arsye është edhe gjendja jon kështu çysh është. Ka pi muslimanëve që shkojnë te vorret edhe prejnë kurbana, prejnë çysh janë dervish të njohur. Shkojnë prejnë kurbana te vorret, shkojnë dikush lën diçka te vorret, edhe mendon që përmes kësajna afrohet te Zoti. Kjo është një përngjasim, kanë thonë dietarët, me banorët e Mekës, politeistat e Mekës. Se politeistat e Mekës, kur i ka ka thonë Allahu azza wa jalla në Kur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah." Nëse i pyet ata, kush i ka kriju qiejt dhe tokën, do të thojnë Allahu. Edhe nëse i pyet ata, pse pi merrni këto idhujt si zotat ju, kanë thonë jo, si kena zotana. Innama, ata thonë, yuqarribuna ila Allahi zulfa. Këto nuk i kena na zota, këto vetëm na i përdormi për me na afru te Zoti. Dhe përmes këtyne na mendojmë që shkojmë ma shpejt te Zoti. Përmes këtyne lutjet e tona shkojmë ma shpejt te Zoti. Mirë, ai që thot përmes vorrit lutjet e tona shkojnë ma shpejt te Zoti, as ka përngjasim me banorët e Mekës, me politeistat? Ka përngjasim të madh. Nëse po them që çdo kush që e ka që të vepër nuk ka musliman, jo. Nashti është ignorant, nashti nuk din, nashti ja ka keq interpretuar dikush fen, mi po si vepër është e rrezikshme. Është përngjasim me pabesimtarët e Mekës. Për këtë arsye dietarët e thonë një fjalë interesant, e kam përdorur edhe më herët në xhami. Thonë musliman sot për me kuptu tauhidin për me kuptu, duhet nuk i vjen më shumë me një aspekt, jo në këtë aspekt, me një aspekt, në aspektin teorik se sa që ka kuptu e Buxhali. Në aspektin teorik, edhe se sa që e ka kuptu e Bolehevi. Pse? Se kur ka orë pejgamberi sa me ka thonë, thoni la ilaha illallah, ka thonë, qysh bre? Vesh një zotit na mu lidh, vesh me një zot këtë të tjerë miliona, e kanë kuptu me njëherë. E kanë kuptu që do më thonë i bjen mu dërzu vesh të Allahu, jo diçka tjetër. Çdo send toksore hup. E musliman sa i thoi la ilaha illallah, po, thot la ilaha illallah, ama kur të vinë tani me bestitni, me mendime ndryshme kapet edhe dikun tjetër. Sa musliman në për xhamia ka ju vënë fëmijëve rruza në për trup. Sa musliman? Në për xhamia, s'po them jashtë xhamive. Domun nuk kap me diçka tjetër, e ka lidh besimin, bindjen e tij në diçka tjetër në rruzë. Rruza e rrun fëmin, para mendojnë që tash. Që kjo rruza ka mundësi me rrujt fëmin për mësyshit. Ose që ky syni, që kjo sen që ka mundësi me rrujt fëmin për mësyshit. Kjo do të thonë që tauhidi, njëshmëria, që kjo fjala e madhe është e vogël, edhe është minimale në zemrën tonë, për fat keq. Hoxhallarët kur të folin për besimin, do të me përmirësu besimin, do të me ndresh besimin, me tauhidin, fjalën, dikush thotë, po ne, po to musliman janë, shkaj të desh me ju. Këto musliman janë. E vërtet që musliman.
Po Islami ka mundësi u përzime shumë sene. Me lloj-lloj besytnie, me lloj-lloj bindje që e kanë marrë popujt të ndryshëm pe vendeve ndryshme ose që e kanë pas. Edhe nuk e kanë largu. E kanë lënë çashtu, e kanë marrë Islamin, po i kanë lënë ashtu sene të tjera. Këto duhet me largu dikush. Dhe kjo është përgjegjësia e hoxhallarëve. Është përgjegjësia e thirrsave. Është përgjegjësia jonë që nim, familje, kudo që jena. Subhanallahu, mund kujtohet me një ligjërat të në Zvicër para një kohe pa ta majt, nëse nuk është frekash, pe kemi aty 7-8 vjet. Edhe mas ligjëratës unë e fola edhe për hajmalit e kështu, erdhë një xhamat, nëse ai çashtu më tha tash unë nuk e di sa e ka pas me drejt, në edhe sokoni sinqert, Allah e di më së miri, po na i besojmë njerëzve pas fjalëve, tha që 10 vjet fala në xhamia, tha kurse komuniqi s'ban, hajmalit më vënu. Kjo është fatkeqësi. Kjo unë pja lo këtë faj edhe vetit. Këto tema du të më përsërit më shpesh. E pastaj tha qysh më ja bo, tha unë vetë kam hajmalin 40 vjet njeri. Unë vetë kam hajmalin, tha po e kanë edhe fëmijë, tha temën pe hek qitash. Po tha, po tutna se bindja adopt. Mi ja hek fëmijë mos pjegjon diçka. Thash ngoje dersën edhe në herë. Thash se pas ngu dersën. Thash momenti që tutesh ta ti domthon je i lidh me diçka tjetër, si je i lidh me Allahin. Unë po them që kjo s'ban, kjo është shirk, pejgamberi sa më ka thujt shirk. E subhanallahu se dola edhe temës, po fjala e shahadetit që e themi na la ilaha illallah e mundon me bë muzikë me ta, kjo ka kuptimin e madh. Kjo është më me vlerë se qejt dhe toka. Dhe për çdo gjë që ka thënë Allahu azza wa jall për shahadetin, për me njësu njerëzit që çdo gjë që ka kriju për çeta. Që njerëzit me njoft Allahun, me njohje të vërtet, me njohje drejt. Jo vetëm me njohje të gjuhës. Për këtë arsye i thonë edhe kelimetul ikhlas. Fjala shahadet, kelimetul tauhid e keni ni. Fjala e nishmërisë. Po i thonë edhe kelimetul ikhlas. Fjala e sinqeritetit. Pse sinqeritetit? Se nëse njeri e thot me sinqeritet fjalën shahadetin, është lidhja më e sinqert mes tij dhe Allahut. S'ka diçka më të sinqertë se kjo. Pse? Se ja dedikon çdo gjë Zotit. Ka thonë dietarët është fjala e sinqeritetit, se edhe është e vetmja fjalë që mund me thonë njeri pa i livrit bust. Mund me thonë pa i livrit bust, mos se dikton kërkush. Mund me thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ço jam të thonë. A u bust i livriti? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Edhe se dikton kërkush që të thonë. Vetëm me gjuhë. Do mund që ti mundesh me thonë ka cilësh edhe kërkush nuk mund me thonën, mos jetu bë dhekër ti. Se ku thësh subhanallah, subhanallah, ti shef bustu i livrit. E dikton, apo ku thu la ilaha. Se din kërkush. Kjo është një lidhje speciale mes Allahut edhe mes robit përmes njohshmërisë ndaj tij. Andaj pejgamberi sa në raste të caktuara ka përdorur shahadetin, fjalën la ilaha illallah për arsye se është lidhja më e madhe mes robit dhe Zotit. Çelësi kryesor. Nëse robi e kupton shahadetin çu çdohet, edhe kur ka frikë, edhe kur ka gjendje të jashtëzakonshme, ja dorëzon çështën e tij Allahut. I dorëzohet Allahut përmes shahadetit, përmes fjalës së tauhidit. Allahu e di më së miri.